Para zgjedhjeve të 11 maj, qeveria miratoi një vendim të papritur ku njoftoi faljen e të gjitha gjobave të vendosura ndaj qytetarëve që nga 1 janari 2015 deri në 30 nëntor 2024. Premtimi nuk ka zgjatur pasi policia, duke se ka nisur punën me dorë të hekur për të arritur përsëri numrin e gjobave të falura, por këtë herë shumë më shpejt. Në kodrat e Bisht Çukasit, në Divjak është realizuar një nga zbulimet arkeologjike. Janë zbuluar mbetje të një bazilike, një kolon graniti, skelet njerëzor si dhe monedha të hershme, që i përkasin periudhave të ndryshme historike, që variojnë nga jo helenistike tek mesjeta dhe antikiteti i vonë. Mjekësia po përparon çdo vit më shumë. Këtë herë një grup shkencëtarësh në Japoni ka zhvilluar një lloj të ri gjaku artificial që mund të përdoret në pacientë të çdo grupi gjaku. Tashmë spitalet, ambulancat dhe klinikat mund të kenë gjithmonë gjak artificial në dispozicion pa patur nevojë për përputhje të grupit të gjakut apo frigorifer. Shikues të nderuar të televizionit Adeu, ju përshëndes në këtë edicion informativ. Para zgjedhjeve të 11 majit, qeveria fali të gjitha gjobat e vendosura ndaj qytetarëve, të vendosura që nga 1 janari 2015 deri në datën 30 nëntor 2024. E pas zgjedhjeve, policia duke se ka nisur me dorë të hekurt për të arritur përsëri numrin e gjobave të falura, por këtë herë shumë më shpejt. Në 9 maj 2025, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 11 maj, qeveria miratoi një vendim të papritur, ku njoftoi faljen e të gjitha gjobave të vendosura ndaj qytetarëve, që nga 1 janari 2015 deri në 30 nëntor 2024. Nga shumë kritik, ky vendim u konsiderua si një qok për të manipuluar vullnetin e zgjedhësve, por pavarësisht kësaj, vendimi kaloi nën zë, kjo edhe për shkak të zhvillimeve të vrrullshme të ditës së zgjedhjeve dhe ditëve pasuese me numërimin e votave. Tashmë, kur nuk është bërë ende një muaj nga vendimi i qeverisë për të falur gjobat, policia duke se ka nisur punën me dorë të hekur për të arritur përsëri numrin e gjobave të falura, por këtë herë shumë më shpejt. Sipas një njoftimi nga Policia Rrugore e Tiranës, vetëm gjatë javës që lan pas janë vendosur 14.495 masa administrative, një numër goxha i konsiderueshëm ku merr parasysh faktin se ky është bilanci i 7 ditëve vetëm në Tiranë, po në të gjithë Shqipërinë. Për sa kohë mendoni se do të arrijë policia të vendosë aq gjoba sa qeveria i fali? A ishte vërtet një falje apo një vendim që nuk do të zbatohet? Të shumt janë qytetarët që kanë denoncuar për redaksisë son se pavarësisht vendimit, gjobat ende nuk janë falur. Në kodrat e Bisht Çukasit në Divjak është realizuar një nga zbulimet arkeologjike. Kërkimet nisën pas informacioneve të marra nga banorët e zonës, të cilët gjatë punës në tokat bujqësore kishin hasur objekte me vlerë të jetë historike që ju dorëzuan Muzeut të Lushnjës, ndërkohë janë zbuluar mbetje të periudhave të ndryshme historike. Në kodrat e Bisht Çukasit në Divjak është realizuar një nga zbulimet arkeologjike më të rëndësishme të viteve të fundit, që lidhet me periudhën ilire dhe jo vetëm. Deri më tani, janë zbuluar mbetje të një bazilike, një kolon graniti, skelete njerëzore si dhe monedha të hershme, të cilat ende nuk u është përcaktuar me saktësi periudha. Këto objekte të nxjerra nga nën toka i përkasin periudhave të ndryshme historike, që variojnë nga ajo helenistike tek mesjeta dhe antikiteti i vonë. Ky zbulim ka ardhur pas rasteve të përsëritura kur banorët e zonës gjatë punimeve bujqësore ndesheshin her pas here me objekte me vlerë historike, si monedha dhe struktura ndërtimore, të cilat më pas i dorëzonin në Muzeun Historik të Lushnjës. Këto gjetje të rastësishme nxitën interesin e Institutit të Trashëgimisë Kulturore për të nisur kërkimet më të thelluara në këtë zonë. Aktualisht, gërmimet arkeologjike janë ndarë në 2 sondazhe kryesore. Njëri përfshin mbetjet e një strukture banimit të panjohur dhe tjetri një kolon graniti që mund të keqen pjesë e një ndërtese me rëndësi. Kjo zonë e njohur si Kodra e Shëngjergjit, e vendosur mes Lushnjës dhe Divjakës, po konsiderohet gjithnjë më shumë si një vend me potencial të jashtëzakonshëm për zbulime që ndriçojnë periudha të ndryshme të historisë shqiptare. Punimet po realizohen nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë të Universitetit të Tiranës dhe Muzeun Historik të Lushnjës. Prej disa javësh, ekipet përkatëse janë në terren, duke dokumentuar dhe analizuar çdo gjetje me synim për të zbardhur një pjesë të rëndësishme të së kaluarës së këtyre trevave. Kalaja e Beratit, një nga thesaret më të çmuara historike të Shqipërisë dhe pjesë e trashëgimisë të mbrojtur nga UNESCO, po ndodhet në një gjendje alarmante. Këtë e bën të ditur një qytetar i cili shpreh se Kalaja i pret vizitorët vendas, por jo vetëm, edhe ata të huaj me rrugë të rrënuara, mungesë sigurie, por jo vetëm, edhe mbeturina të shpërndara kudo në zonë.
Edhe kjo që zbritet, tu shkallët nuk janë sigurta. Shumë njerëz deti. Ja sapo ulëzuar. Kalaja Beratit, një nga thesaret historike më të çmuara të Shqipërisë dhe pjesë e trashëgimisë botërore, të mbrojtur nga UNESCO, ndodhet në një gjendje alarmante. Në vend që të ofrojë mirëseardhje dhe përkujdesje për mijëra turistë që e vizitojnë çdo ditë, ajo i pret me rrugë të rrënuara, mungesë sigurie dhe mbeturina të shpërndara kudo. Një qytetar i shqetësuar ka ndarë një video ku shfaqet gjendje reale në hyrje të kalas. Ai tregon momentin kur një turiste rrëzohet teksa zbriste shkallët për shkak se mungon çdo mbajtëse dhe shkallët janë të dëmtuara. Shikoni, sapo u rrëzua një grua pa dashje ka pa këtu. Pse? Sepse nuk ka mbajtëse dhe shkallët janë pa lidhje. Ja si i presim turistat. Mbeturinat kanë pushtuar çdo cep edhe në përmure kanë hipur këtu poshtë, është bashkia që nuk vendos ujë në zjarr. Turistët vinë nga e gjithë bota për të na respektuar dhe ne i presim me mbeturina, dëgjohet të thotë qytetari në video. Nga një tjetër mesazh dërguar jo Qëllbinja, qytetari shprehet: "Tunxha tjeta, ja si presin turistët në Kalan 2400 vjeçare, e cila gëzon statusin mbrojtës të UNESCO. Çdo ditë rrëzohen me dhjetra turista. Brenda kalas lejohen makinat dhe mbeturinat kanë pushtuar çdo rrugicë. Pamjet flasin vetë, rrugicat e kalas janë të shkatërruara, koshat mungojnë, makinat lëvizin pa kontroll dhe mbeturinat janë kthyer në sfondin e përditshëm të një zone që në letër konsiderohet simboli i trashëgimisë kombëtare. Situata kërkon ndërhyrje urgjente dhe përkushtim real nga institucionet vendore dhe qendrore për të mbrojtur jo vetëm vlerat historike, por edhe jetën dhe sigurinë e vizitorëve që zgjedhin të eksplorojnë Beratin. Turizmi nuk ndërtohet me slogane, por me përkushtim, mirëmbajtje dhe respekt për trashëgimin dhe vizitorët. Vulkani më i lartë dhe më aktiv, Etna në Sicili, ka shpërthyer këtë të hënë duke nxjerrë një shëllung gjigante tymi dhe hiri që është ngjitur lart në qiellin italian. Nuk raportohet për viktima apo dëme të mëdha materiale, por autoritetet kanë rritur nivelin e alarmit. Vulkani më aktiv dhe më i lartë në Europë, Etna në Sicili, ka shpërthyer me forcë këtë të hënë duke nxjerrë një shëllung gjigante tymi dhe hiri që është ngjitur lart në qiellin italian. Pamje dramatike të publikuara në rrjetet sociale tregojnë turist duke vrapuar për t'u larguar ndërsa re të dendura hiri mbulojnë anët e malit. Sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, Etna është në fazë shpërthimi të fuqishëm me erupsione stromboliane, pothuajse të pandërprerë, të cilat po rriten në intensitet. Dridhjet vulkanike që shërbyen si paralajmërim për shpërthimin filluan rreth orës 22:00 të mbrëmjes së kaluar dhe arritën kulmin para mesnate. Deri më tani nuk raportohet për viktima apo dëme të mëdha materiale, por autoritetet kanë kaluar nivelin e alarmit dhe kanë ndaluar qasje në zonat përreth kraterit aktiv. Etna është një nga vulkanet më të monitoruara në botë dhe ka një histori të gjatë shpërthimesh, shpesh spektakolare, por edhe të rrezikshme për banorët dhe vizitorët. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzime dhe të shmangin zonat e rrezikshme. Një grup shkencëtarësh në Japoni ka zhvilluar një lloj të ri gjaku artificial që do të përdoret në pacient të çdo grupi gjaku. Kjo shpikje përfaqëson një përparim të jashtëzakonshëm për kujdesin emergjent, ndihmën në luftra apo në zonat pa qendra moderne shëndetësore. Një grup shkencëtarësh në Japoni ka zhvilluar një lloj të ri gjaku artificial që mund të përdoret në pacient të çdo grupi gjaku. Kjo shpikje përfaqëson një përparim të jashtëzakonshëm për kujdesin emergjent, ndihmën në luftra apo në zonat pa qendra moderne shëndetësore. Gjaku artificial përbëhet nga qeliza të kuqe dhe trombocite të krijuara në laborator të mbështilla në fluska mikroskopike sintetike. Këto fluska ndihmojnë në transportimin e oksigjenit dhe në koagulimin e gjakut, ashtu si gjaku natyral. Për më tepër, ky gjak mund të ruhet në temperaturë ambienti, por më shumë se një vit, ndryshe nga gjaku tradicional, që kërkon ruajtje në kushte të ftohta dhe ka jetëgjatësi të shkurtër. Kjo nënkupton se spitalet, ambulanca dhe klinikat mund të kenë gjithmonë gjak artificial në dispozicion, pa patur nevojë për përputhje të grupit të gjakut apo frigorifer. Në rast të aksidentesh, fatkeqësive natyrore apo në zona lufte, ky gjak mund të shpëtojë jetë. Universiteti Mjekësor i Narës nisi në mars një provë klinike me 16 vullnetar të shëndetshëm duke administruar 100 deri në 400 ml gjak artificial. Qëllimi është që deri në vitin 2030 ky produkt të jetë i përdorshëm gjërësisht në përbot. Profesori i Universitetit të Bristolit në Angli thotë se kjo është një hap premtues në mjekësinë transfuzive, sidomos për faktin që gjaku artificial është universal dhe depërton në zona të bllokuara nga mpiksjat.
Megjithatë, ai vënë duke se përbërja aktuale ende varet nga hemoglobina e marrë nga dhurues njerëzor, çka mund të kufizojë shkallën e prodhimit. Organizata botërore e shëndetësisë raporton se mbi 118 milion dhurime gjaku bëhen çdo vit, por 40% vijnë nga vendet e pasura që përbëjnë vetëm 16% të popullsisë botërore. Kjo krijon një pabarazi në aksesin ndaj trajtimit. Gjaku artificial universal mund të shpëtojë miliona jetë në vende më të ardhura të ulët, sidomos në raste hemoragjish, ndërhyrje kirurgjikale dhe lindjesh të rrezikshme. Nëse provat vazhdojnë me sukses dhe produkti miratohet për përdorim të gjerë, gjaku artificial mund të bëhet një pjesë standard e pajisjeve të emergjencës, nga spitalet e misionet ushtarake dhe deri në misionet hapësinore. Ky zhvillim mund të ndryshojë mënyrën si bëhen transfuzionet, duke shmangur mungesat e gjakut dhe problemet nga përputhje gabuar. Bota mund të jetë më afër se kurrë drejt një zgjidhje universale për një nga nevojat më jetike të njerëzit, gjakun. Kombëtarja e Shqipërisë do të përballet në datën 7 qershor me Serbinë në arenën kombëtare pa mbështetjen e tifozëve kuqezi. Ata akuzojnë Federatën Shqiptare të Futbollit se po i përjashton qëllimisht, pasi sistemi i ri i shpërndarjes së biletave bazohet në një short të dyshuar dhe favorizon agjencitë turistike, por jo vetëm, edhe tregun e zi. Kombëtarja e Shqipërisë do të përballet me Serbinë më 7 qershor në arenën kombëtare pa mbështetjen e tifozave kuqezi në stadium. Grupi më i madh i tifozëve të kombëtarës ka deklaruar në rrjetet sociale se nuk do të jetë i pranishëm për ndeshjen e 7 qershorit kundër Serbisë. Sipas tyre, kjo është hera e dytë në 21 vite që mungojnë dhe të dyja herët ndaj të njëjtit kundërshtar. Tifozët kuqezi e krahason situatën me ndeshjen e vitit 2014 në Beograd, kur u ndaluan nga autoritetet serbe. Këtë herë ata akuzojnë Federatën Shqiptare të Futbollit se po i përjashton qëllimisht. Sipas tifozëve kuqezi, sistemi i ri i shpërndarjes së biletave, i cili bazohet në një short të dyshuar, favorizon agjencitë turistike dhe tregun e zi, ku çmimet e biletave arrin deri në 1000 euro. Ata i quajnë këtë proces një skem të padrejtë që pengon tifozët besnik dhe i zëvendëson me klientel politikan dhe të pasur. Futbolli tashmë është për elitën, një familje shqiptare mesatare nuk mund të përballojë 600 euro për një ndeshje, thuhet në deklaratën e tyre. Tifozët kuqezi kritikojnë Federatën Shqiptare të Futbollit për hipokrizi, duke thënë se pretendimet për gjithë përfshirje fshehin një politikë përjashtuese ndaj tyre që kanë mbështetur kombëtaren për dekada. Shikues të nderuar të televizionit Adheu, ishin këto informacionet e përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.